Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, mirëpriti në një takim kryetarin e Federatës Panshqiptare të Amerikës, Vatra, zotin Elni Berisha, në njoftim për media, nga zyra për informime e kryeministrisë, bëhet e ditur se në këtë takim miqësor u vlerësuar lart roli historik e kontributi i çmueshëm i shoqatës Vatra për çështjen shqiptare përgjatë më shumë se një shekulli në tekst veçantë në mbështetjen në lirinë e popullit dhe pavarësinë e Kosovës. Vatra ka qenë gjithmonë një zë i fuqishëm i shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara, duke mbajtur gjallë çështjen e Kosovës në momentet më të vështira dhe duke ndihmuar në ndërgjegjësimin e opinionit publik dhe politikës amerikane për të drejtën tonë për liri dhe pavarësi. Kryeministri Kurti shpreu mirënjohjen e tij për kontributin shoqatës Vatra dhe rëndësinë që ajo vazhdon të jetë në fuqizimin e lidhjeve me diasporën dhe shtetin e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet në njoftim. Më tutje bëhet e ditur se ata diskutuan për mënyrat e mundësitë për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të vendit të shoqatës së diasporës sonë Amerikë të rritet të thellohet më tej në shërbim të interesave të Republikës Kosovës dhe të popullit shqiptar.